Dashi. Dita e sotme premton të sjellë shumë energji pozitive dhe mundësi për zhvillim personal. Në dashuri, ndjenja romantike mund të ndizen papritur, ndaj mos hezito të shprehësh emocionet e tua me sinqeritet. Partneri do të vlerësojë çdo gest të vogël dhe të sinqertë. Në fushën e punës, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen dhe përkushtimin tënd të plotë. Kujdes me financat, shmang shpenzimet e panevojshme dhe planifiko për të ardhmen. Intuita jote është sot e fortë dhe do të udhëheqë drejt zgjedhjeve të drejta. Kujdesu për shëndetin mendor duke bërë një shëtitje të qetë ose duke medituar. Ndërsa dita kalon, do të ndihesh më i qetë dhe më i balancuar, gati për sfidat e reja që të presin. Demi. Sot energjitë qiellore sjellin një ndjenjë qetësie dhe stabiliteti. Në marrëdhëniet personale, do të ndihesh i lidhur thellësisht me ata që do është koha e përkryer për të ndarë mendimet dhe ndjenjat me një të dashur, duke krijuar momente të paharrueshme së bashku. Në punë mund të përballesh me detyra që kërkojnë durim dhe përkushtim, por aftësitë tua natyrore do të ndihmojnë të shkëlqesh. Bëj kujdes me financat dhe shmang shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i vogël mund të sjellë shumë dobi afatgjall. Qetësia e brendshme është qetësi për të përballuar sfidat e ditës me qetësi. Lejo që zemra të udhëheqë, ndërsa mendja të dëgjojë. Kjo ditë është e jotja për të shijuar dhe për të ndjerë i plotësuar. Binjakët, sot do të ndjeni të mbushur me energji dhe kurajshtie për të zbuluar horizonte të reja. Në punë, mundësitë për bashkëpunime janë të larta, ndaj mos hezitoni të shprehni idetë tuaja kreative. Në dashuri, përkushtimi dhe komunikimi i hapur do të nxisin një lidhje më të thellë me partnerin ose një miqësi të re. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të sjellë diçka të veçantë. Financat kërkojnë pak kujdes, është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Mos harroni të gjeni pak kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë që do t'ju mbush me qetësi. Fundi i ditës do të sjellë paqe dhe një ndjesi të mirëqenies së përgjithshme. Daforia. Sot është një ditë për reflektim të brendshëm dhe qetësi shpirtërore. Merr kohë për të dëgjuar intuitën tënde, ajo do të udhëheqë drejt vendimeve të menduara mirë. Në dashuri, komunikimi i ndershëm do ndihmojë në qartësimin e keqkuptimeve të vogla. Është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat pa frikë. Në punë, përpiqu të përfshihesh më shumë në projekte që të ngjallin pasion. Kjo do të rrisë motivimin dhe kreativitetin. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangësh shpenzimet impulsive. Marrja e vendimeve të menduara do sjellë përfitime të qëndrueshme. Kujdesi për vetveten dhe harmonizimi i mendjes me trupin do të ndihmojë të ndihesh më i qetë dhe i balancuar. Luani. Dita e sotme do të sjellë momente reflektimi dhe qetësie. Zgjidhni të qëndroni pranë njerëzve që ju dhurojnë dashuri të sinqertë. Nëse keni ndonjë projekt të rëndësishëm në punë, kushtojini vëmendje detajeve të vogla. Disa mundësi financiare mund të shfaqen papritur, por sigurohuni që të bëni analiza të kujdesshme para se të merrni vendime. Shpirti juaj do të ndjejë përqafimin e një energjie pozitive, duke ju frymëzuar të ndiqni pasionet tuaja. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke medituar dhe relaksuar. Një bisedë intime me partnerin do të thellojë lidhjen tuaj dhe do t'ju afrojë më shumë. Mos hezitoni të ndihmoni ata që kanë nevojë, sepse bujaria juaj do të shpërblehet me ndjenja të mrekullueshme kënaqësie. Gërgjeresha. Dita e sotme sjell energji freskuese që nxisin kreativitetin dhe reflektimin e thellë. Një bisedë me një mik të afërt mund të ofrojë perspektiva të reja mbi çështjet që të shqetësojnë. Në punë, bëhu i hapur ndaj ndryshimeve që mund të duken të papritura, por që në të vërtetë kanë potencial për të përmirësuar situatën. Financat kërkojnë vëmendje, bëj një plan të detajuar për shpenzimet e javës së ardhshme. Në çështjet e zemrës, lëri ndjenjat të flasin dhe mos u trem nga intimiteti. Përfito nga momentet e qeta të pasdites për të lidhur më thellë me veten dhe për të ripërtërir energjitë. Lëre veten të udhëhiqet nga intuita dhe do të ndihesh më i balancuar deri në fund të ditës. Teshoria. Sot është një ditë e mirë për të marrë frymë thellë dhe për të rivlerësuar objektivat e tu. Në punë mund të përballesh me disa sfida, por energjia jote pozitive do të ndihmojë në kapërcimin e tyre. Besoj instinkteve dhe udhëhiq nga zemra në zgjedhjet që bën. Sa i përket çështjeve të dashurisë, është koha e duhur për të hapur zemrën dhe të jesh më i sinqert me partnerin. Një diskutim i vogël mund të sqarojë shumë keqkuptime. Në aspektin financiar, kujdes me shpenzimet e vogla që mund të shtohen. Një mbrëmje e qetë me një libër të mirë mund të jetë pikërisht ajo që të duhet për të qetësuar mendjen. Kujdesu për veten dhe gjej kohë për reflektim. Akrepi. Dita e sotme sjell një valë energjie të re dhe ngjyra të freskëta në jetën tuaj.
Në çështje të zemrës, hapni zemrën dhe zbuloni se sa shumë mund të fitoni nga një sinqeritet i thellë. Në punë, një mundësi e papritur mund të vijë drejt jush, mos hezitoni ta pranoni. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes në shpenzimet impulsive që mund të dëmtojnë buxhetin. Ndjeni një nevojë për të udhëhequr me zemër dhe intuita juaj do t'ju udhëzojë drejt zgjidhjeve më të mençura. Mjendjesi harmonie mbretëron mbi gjithçka sot, duke ju bërë të ndjeni të qetë dhe të mbushur me pozitivitet. Merrni kohë për reflektim të brendshëm dhe mendoni për qëllimet tuaja afatgjata. Shigjetari. Në këtë ditë plot energji, ndjenjat do të duken si një mozaik ngjyrash. Në marrëdhënie, hapja emocionale do të sjellë afërsi më të madhe me të dashurin tuaj. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund t'ju ngrejë humorin dhe t'ju nxjisë të shihni dashurinë me sy të rinj. Në punë, vëmendja ndaj detajeve do të jetë çelësi i suksesit tuaj sot. Një projekt i lënë mënjan mund të kërkojë kujdesin tuaj dhe do t'ju sfidojë të tregoni krijimtari. Financat duken të qëndrueshme, por shpenzimet e panevojshme duhen shmangur për të ruajtur ekuilibrin. Mos harroni të gjeni pak kohë për reflektim, ndoshta në natyrë për të ushqyer shpirtin. Kjo ditë ju kërkon ta përjetoni çdo moment me zemër të hapur. Britsjapi. Dita e sotme do të sjellë një ndjenjë të re harmonie dhe qetësie, duke të ftuar të reflektosh për përparësitë tua. Në dashuri, është koha e duhur për të ndarë ndjenja të thella me partnerin. Nëse je beqar, mund të hasësh dikë që do të fitojë zemrën me thjeshtësinë e tij. Në punë, kërkohet durim dhe përqendrim, pasi disa projekte mund të kërkojnë më shumë vëmendje se zakonisht. Financat të qëndrueshme, por është mirë të ruash kujdesin me shpenzimet e vogla që mund të shtohen pa u vënë re. Shijoje kohën e lirë duke u mbledhur me miq dhe duke u relaksuar. Natyra do të ofrojë frymëzim dhe një perspektivë të re për jetën tënde. Ujori. Sot, zemra jote do të ndjejë frymën e freskët të një fillimi të ri. Ndërsa ëndrat tuaja marrin formë, lër vend për surpriza të ëmbla në dashuri. Një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja. Në punë, mbaj qetësinë dhe mos e humb fokusin sa i përket projekteve që ke nisur. Një bashkëpunim i ri mund të jetë pikërisht ajo që ke pritur. Financat kërkojnë vëmendje, planifikimi i mirë do të ndihmojë të shmangësh shpenzimet e tepërta. Energjia pozitive do të shoqërojë shpirtin tënd, jepu hapësirë ndjenjave të gëzimit dhe reflektimin. Nëse ndjen ndonjë trazirë të brendshme, merr kohë për meditim dhe qetësi. Kujdesu për veten me dashuri, është koha për të shkëlqyer në çdo aspekt. Peshqip. Në këtë ditë të shkurtit, zemra juaj do të rrahë në harmoni me tingujt e shpirtit. Një takim i papritur mund të sjellë emocione të reja dhe ngazëlluese. Jini të hapur ndaj mundësive të reja në dashuri. Në punë, ëndrat tuaja kërkojnë një plan konkret për të realizuar. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët, pasi bashkëpunimi do të sjellë fryte të bukura. Financat kërkojnë kujdes, ndaj shmangni shpenzimet e tepruara dhe fokusohuni në investime të zgjuara. Ndjesitë tuaja do të jenë të thella dhe të pasura. Dëgjoni intuitën, ajo nuk ju zhgënjen kurrë. Gjeni pak kohë për vetveten dhe për të medituar në qetësi. Kjo do të ju ndihmojë të rivendosni balancën dhe të ushqeni shpirtin.